ndeshje, 10 fitore që 10 me nokaut, edhe John Manugu. Shojmë si do të shkojë. 10. Jo vetëm Lezhë, por edhe gjithë Shqipëria është me fat që i ka këta dy luftëtarë. Duhet që ndrojmë të bashkuar. Të bashkuar jemi të fortë. Teket. Manugu është i gjatë. Normalisht që game plani apo loja e tij është të larg. Lekashi Bakaj do ta afrohet të djathtë mbas të majtës provokuese. E majta tani nuk është hapur, ka qenë shumë konservator. Vetëm mbyllet 3 minuta të vështira. Edhe një lojtar presioni. Amarildo Bakaj afrohet dhe gjuan kërcënueshëm me të majtën, me djathtën. Vllai i tij Roberto shënjestron Mëlçin por mbyll rrugë. Kampioni i Ganës. Edhe ai kërkon një të majt duke u mbyllur, shikoni. Amarildo vetëm ecën përpara. Fat, kjo është shtëpia ime, ky ring është i imi, është i Lezhës. Dhe unë do të shtyj përpara. Të gjitha goditjet janë me qëllimet më të këqija. Ka gjuajtur me të majtën të majt John Manugu. I pamposhtur në ring si profesionist. 10 ndeshje, 10 fitore, 10 nokaut. Vazhdon të tentoj Mëlçin me të majtën. Supervizorja e këtij titulli po shenjë ndeshje të bukur ashtu siç po shohim edhe ne. Një titull është në lojë. Këtë titull Amarildo Bakaj, ashtu si dhe ndërkaq ka ardhur për ta grabitur John Manugu. Kush do të ketë më shumë vepra në ringun e boksit profesionist? Këtu kombinim të dy të djersitur, të dy atë që kanë përballë. Bakaj me të majtën. Djathtë majtë ka ndruar regjistrin tani. Shpërthen tifozëria e Lezhës e ngritur e gjitha në këmbë. Ka ngritur një stadium në këmbë Bakaj, ashtu si vllai i tij Roberto. Sa po vinë goditjet këtu, mira njerëz janë në këmbë. Një natë epike, legjendare do të mbahet mend në Lezhë për një kohë gjatë. Kjo natë me emocione të bukura sportive. Sigurisht që nuk edhe ai ka deklaruar knockout. Dje janë shtyrë. Ka patur dhe Bakaj ka deklaruar. Më kot që kundërshtari Absolutisht është luftë që në fillim të raundit, që sekondat e raundit 4. Wow!